Ç'ne I marra minoritet? E kupton ndodhjeve? Që to dhe 1834, 855, 878, 913, gratë I Mariote flisin vetëm shqip, 100% e grave. Burrat që bënin tregti me Italinë, dinin italisht, dhe burrat që bënin tregti me Konfucin, dinin greqisht të qartë. Ç'ne minoriteti marra atje? Ndërkohë që Shqipëria, kemi thënë bashkë, e përsëris për shqiptarët, është një vend që s'ka mundësi kur të ketë minoritet. Këtë e thotë edhe zonja Merkel. E thonë dhe shumë tjerë studiuesa europianë. Sepse kufizohen nga shqiptarët e Kosovës, nuk ka minoriteti serb në Shkodër, po jave Shkodër. Minoriteti malazes, ku ka marrësinë e madhe. Malazes janë marrësi e madhe, janë malok, marçor, si e do ti? E do kështu ti? Marçor. Nuk kam të kemë un minoritet Montenegro. Po e Montenegro nuk I thonë marrësi, po marrësia nuk është Malizi. Marsia, se e bëhet zë, e do bu malazese, po s'është malazese, janë shkëmbin zi. Sepse marçori jon, marsia u quhet marzi. Edhe pastaj u quhet Montenegro. Pra, shqiptar. Po bullgarët nuk I kemi Maqedoni, shqiptarët e Maqedonisë në mes, si kanë shqiptar. Po me grekun, a kemi çamët në mes apo jo? Ç'ne greku e ka kufirin te Thana, nga Karnia deri në Athinë, po e le të themi, ku kishte fare mesjet. Nga u gjetën minoritar grekët në 1913 që u gdhin minoritar, që ishin buqit, dektorët, Qali Pashaj, Gjerokastriti Libohova, I kishte marrë për të mbajtur dhe për punuar muret e Baqes, apo për të kullotur dhitë. Edhe këta në 1913 e 14 më saktë, u gdhin gjithë 38.000 minoritarë, që ishin të ndryshëm, ardhur nga Pondus, nga Pindus, nga Anadoli, nga Stambolli, nga anës, edhe erdhën formuar një komunitet që ishin buqën. E këta u gdhin minoritet. Kështu që në kuptim, jo I marra, po edhe Derbiqani, qofse ka ndonjë pjesë minoritare, e di kush janë minoritarë në Goriçanëre, ata që të boj greku në 1830 pas revolucionit, ata që ishin luftuar ki Mariot me Andreushit, generalin e madh Ali Pashaj, generalin e madh Kollokotroni, ata që luftuan dhe greku nuk I pranoi këta në 1830. O I vrau, o I dëboj. Dhe erdhën I marr, po sigurisht dinin greqisht, sepse kishin luftuar dhe dinin diçka andej. Edhe këta që janë Derbiqanë, Goriçan, janë gjithë që shqiptarë, që shtërgjyshi tyre ka luftuar në revolucionin, edhe jo revolucion grek, romik. Kryengritje shqiptare. Nësa revolucioni 827 është revolucioni jakosur grek, për të vrarë ata që luftuar në 1921-1927. Pra, ka konceptet mëdha të ndryshme. Në 1921-1927 është kryengritje, shqiptarë është kundër turkut, në 827-820 është revolucion I jakosur grek. Derisa u jemi shtetit grek, sepse 10 vjet shqip në parlamentin grek, që këto dihen gjithë talik. Pra, në kuptim, edhe pyetja juaj, që politika për mua, një politikë jo e kohës për njerëzit që pretendojnë që din diçka, thonë diçka, janë të vërtetë në diçka, edhe vendosja që mos jenë pjesë e politikës, por nuk do